Gati. Lavdi Zotit që na krijon këtë mundësi që të jemi bashkë me njëri tjetrin. Duhet dini se është një shprehje teologjike, liturgjia mbas liturgjisë. Do me thënë, neve sapo dolëm nga liturgjia hyjnore, ku atje dëgjuam edhe fjalën e Zotit dhe interpretimin, morëm edhe misterin më të madh që ka kisha, trupin dhe gjakun e Krishtit, por liturgjia nuk mbaron kur prifti përlëshon, që thot me uratat e etërve, por vazhdon akoma, sepse gjithë dita e diel është ditë kushtuar Zotit. Pra është ditë pushimi nga aktiviteti fizik dhe nga çdo punë tjetër që ne bëjmë për mbarvajtjen tonë të përditshme, është ditë që i përkushtohet Zotit nga mëngjesi deri në darkë. Prandaj edhe kisha organizonte këto takime mbas liturgjisë me të gjitha moshat, edhe me moshën tuaj, si të ri që jeni, dhe kërkon që këtë ditë, duke përkushtuar Zotit, ne të mësojmë më shumë për atë çfarë Zoti ka bërë dhe çfarë duhet bëjmë neve. Prandaj edhe tema sot lidhet me një nga sfidat më të mëdha që keni ju si moshë e re, po jo vetëm mosha juaj, po çdo moshë, tundimi që kemi për të rënë në mëkatin e imoralitetit, por unë dua ta shpjegoj këtë. Nuk është imoralitet, po është kurvëri. Pse do të thoni ju, shumë fjalë e rëndë kjo. Madje disa kur e dëgjojnë të thonë si fjalë turpe. Po duhet dini një gjë, që ndrysh është imoralitet, ndrysh është prostitucion, ndrysh është kurvëri. Imoralitet do të thotë je njeri pa moral, që do të thotë jo se ti mëkaton trupërisht, por më vjedh, gënjen, je njeri pa karakter, pra je pa moral, imoral. Prostitucioni është një profesion mëkatar që nxjerr fitime duke shitur trupin, kurse kurvëria është një mëkat që ti e bën me dëshirë në trupin tënd. Prandaj janë të ndara gjërat dhe jo më kot fjalët janë përcaktuese, por sot jetojmë gjoja në një shoqëri shumë të ndjeshme nga frazologjia, por nuk jemi të ndjeshëm ndaj mëkatit. Prandaj mëkatit e themi mëkat. Dhe më konkretisht sot do të flasim për mëkatin e kurvërisë. Dikush mund të thotë se është e pamundur që të përballojmë tundimet ose dëshirat seksuale. Sepse shpeshherë dëgjojmë pikpamje, këto vijnë edhe nga ndoshta psikolog, si këta janë psikologët trendi, mjekët psiqiatër, që të cilët thonë që seksualiteti është një energji, është një instinkt brenda njeriu që njeriu duhet ta ushtrojë, se po nuk e ushtrovi, atëre ai dëmton psiqikën e tij, fizikun e tij dhe standardi moral që thot kisha, mos mëkatoni ose ruani trupin nga kurvëria, është diçka e mesjetës. Por nuk është kështu. Sepse në qoftë se neve do mbështetemi thjesht te teoria e Freudit tek libido, ndoshta ju patjetër e keni dëgjuar dhe e keni mësuar, ose dhe keni pranuar, Freudi ishte një psiqiatër që mendonte se të gjitha neurozat e atyre pacientëve të tij vinin nga mos ushtrimi lirshëm i seksualitetit. Prandaj ai thoshte që njeriu duhet ta lejojë të lirë veten e vet në dëshirat seksuale pa ndonjë standard moral. Por kjo ishte teoria e Freudit, e përqafuar dhe nga të tjerë, psikolog dhe mjek modern, por jo të gjithë bien dakord me Freudin. Dhe neve duhet të shikojmë mendime të ndryshme, si punë e teoria e evolucionit, për shembull. Teoria e evolucionit është një teori utopike, pavarësisht se e besojnë disa njerëz, por nuk është teoria përcaktuese se si është krijuar bota. Ka teori të ndryshme, është teoria e krijimit, sot ka teori e alienëve, pra ka teori ndryshme. Kështu që neve duhet të mësojmë nga të gjithë teoritë dhe të shikojmë kush është e vërteta. Dhe ky është misioni që ka kisha, të thotë të vërtetën me dashuri dhe për problemin që ne do të diskutojmë sot. Pra, ka mjekë të tjerë të cilët na thonë se nuk është e vërtet kjo që thot Freudi. Përkundrazi, ata thonë që në shumë studime që kanë bërë,
e konsiderojnë virgjërinë dhe të përmbajturin si burim të shëndetit. Organizata studentore kristiane në librin e saj përpara problemit gjenital përmend si më poshtë profesori i Universitetit të Mjekësisë në Gjermani, profesor August Mayer, thotë: historia nuk njeh asnjë popull i cili të jetë shkatëruar nga të përmbajturit, seksualisht flasim, ndërsa njeh shumë që u shkatëruan për arsye të ekspozimit të papenguar të fuqisë gjenitale. Të përmbajturit dëmton, thonë këta psikiatrët dhe psikologët trendi, por në cilat azile apo spitale gjende njerëz e pastër e të përmbajtur, pyet një psikiatër dhe vazhdon. Janë të mbushur azilet dhe spitalet nga viktimat e të pamoralshme, që në rinin e tyre kanë bërë një jetë të pakontrolluar seksuale. Në Kongresin Botror të Shëndetësisë që u mbajt në Bruksel, 150 shkencëtar të mirënjohur dhe kokat e mjekësisë dëshmuan kështu: është e nevojshme sidomos të mësohet rinia, sevigjeria dhe të përmbajturit, jo vetëm që nuk janë të dëmshme, por nga pikpamja thjesht mjekësore janë një virtut i lartë dhe i rekomanduar. Një tjetër pedagog universitetit, Pierre, të mjekësisë të Parisit, thotë: ekziston një ide gabuar që duhet luftuar, është ideja për rreziqet e fantazuara nga të përmbajturit absolut. Por le të mësojmë të gjithë se nuk ekziston siguri më e madhe për moralin trupor dhe integritetin intelektual të një tëriu nga virgjëria dhe të përmbajturit. Dhe më e goditura, dhe këtu e përfundojmë të gjithë këtë thënjet, ka qenë profesori mjekësisë Good, ju provokoj, thot ai, në çast të doni që të më gjeni në gjithë historinë e mjekësisë, qoftë edhe një sëmundje që erdhi nga të përmbajturit, seksualisht flasim, apo një fragment të një shkencëtari të famshëm të filologjisë mjekësore që të përshkruaj një sëmundje të çfarëdoshme të ardhur nga të përmbajturit. Pra, a e shikoni se mjekësia edhe ajo kohë sotme nuk bie dakord me atë çfarë thaj Freudi për libidon, për vrudhin seksual të lirshëm dhe pa një kufi. Përkundrazi, historia dhe eksperimentet që ka bërë njerëzimi na kanë treguar të kundërtën, që njerëzit të cilët kanë abuzuar që në rinin e tyre, ata kanë pas një jetë pa rendiment, jo vetëm fizik, psikologjik, por dhe shoqëror. Prandaj, ne i referohemi tani kishës, se po flasim si të krishterë. Dhe shikoni se si shën Joan Damaskinoj, një nga etrit e shekullit të 7, një nga teologët e mëdhenj të kishës, thotë: dhe kjo përputhet me atë çfarë ne cituam më përpara. Vrulli gjenital është i natyrshëm, por jo i domosdoshëm. Prandaj mund të jemi të përmbajtur dhe pa dëm, të virgjër deri në martesë. Kështu që ta keni parasysh dhe këtë, sepse ndoshta fatkeqësisht në shkollat tona jepet vetëm një drejtim të mësuari, pra vetëm një ideologji ose një ide ose një eksperiment, dhe nuk kemi, si them, shumë llojshmëri ideologjisht e idesh për problemet njerëzore, sidomos edhe për epshin ose seksualitetin ose instinktin seksual. Prandaj, duhet shikojmë me vëmendje këtë çështje. Por, historia njerëzore dhe në shekullin e kaluar dhe shekullin tonë na ka vërtetuar se njerëzit të cilët nuk janë të kujdesshëm nga ana seksuale, ata krijojnë probleme shumë të mëdha në shëndetin e tyre dhe bëhen dhe epidemi. Një ndër epidemitë që ishin në shekullin e kaluar është dhe AIDS-i ose SIDA. Kjo epidemi, që fatkeqësisht është edhe infektive, përhapet shumë nga marrëdhëniet seksuale të pakontrolluara. Dhe janë bërë sot mira takime, biseda ose shkencëtarë të ndryshëm, të cilët kanë menduar se si ta ndalojnë këtë sëmundje epidemike që është dhe sot e kësaj dite. Format janë nga më të ndryshmet, për shembull janë gjetur kontraceptiv ose ilaçe kundër këtij virusi e tjera dhe harxojnë miliarda që të ndalohet ky lloj virusi që është, si them, siç thash, edhe seksualisht i transmetueshëm. Por nuk është zgjidhja kjo.
sepse ndonjëherë njerëzit janë smur nga sida edhe duke vajtur te dektisi. Për shembull, fatkeqësisht ka pasur raste që nuk kanë qenë të sterilizuara ato mjetet e dentistit edhe ka kaluar virusi nga, pra ka qenë një person i cili nuk ka abuzuar me veten e tij, por e ka marrë të virus. Pra, është një virus që është, si them, i transmetueshëm nga bashkimi i elementit jo vetëm gjenetik, por edhe të gjakut. Prandaj, problemi është ky. Mënyra më e mirë që neve të përballemi dhe të mbrohemi nga vështirësitë, sëmundjet, fatkeqësitë, problemet shoqërore që na sjell një marrëdhënie seksuale jashtë martese e pa kontrolluar, nuk është gjë tjetër se është ne të kemi frikë Perëndie. Do thoni juve, çdo të thotë kesh frikë Perëndie. Frika e Perëndis është fillimi i diturisë. Pra, Perëndia është një qenie hyjnore, morale, i cili na ka vënë ligje morale dhe ne kemi ato 10 porositë që janë shtylla morale e gjithë aktivitetit ton shpirtëror dhe fizik, jo vetëm për judejnë, por dhe për ne të krishterët. Dhe në atë ligj të Perëndis është porosia, mos ty kurorën, por fjala mos ty kurorën përkthehet edhe mos kurvëro. Pra mos ki marrëdhënie jashtë martesore. Prandaj, Perëndia që e ka vendosur këtë ligj, nuk e ka vendosur këtë ligj që neve të na ndrylli seksualisht, se themi ne Perëndia tani po na i vështirësoka shumë jetën, edhe na i ka dhënë seksualitetin, sepse jemi të krijuar tillë, edhe nuk na lejon tani ta ushtrojmë. Sikur nuk shkon kjo. Jo. Perëndia e ka dhënë seksualitetin si dhuratë njerëzimit. Dhe po të shikoni në Bibël na thuhet që njeriu u krijua mashkull dhe femër, dhe gjinia, siç edhe e keni dëgjuar në debatet që ja bë kohët e fundit, nuk përcaktohet nga ndjeshmëria, përcaktohet nga seksualiteti. Pra ashtu siç ke lindur atë gjinike, mashkull dhe femër. Dhe duke pas seksualitet, kemi dhe dëshirë seksuale, e cila fillon në moshën e hershme të adoleshencës dhe vazhdon në piqet dhe mund të shkojë deri në një moshë shumë madhore. Dhe Zoti e ka dhënë seksualitetin si një dhuratë për njeriu. Pra nuk është e keqe në vetvete seksualiteti, thotë Murat. Por shpërdorimi i seksualitetit është gabim, është mëkat. Ktu është çështja. Prandaj Zoti thotë mos. Fjala mos është vendosur për të na ruajtur nga një e keqe. Ashtu si ne vendosim mos e prek, se është rrezik, tension i lartë, dhe patjetër kjo të mbron ty nga një vdekje e sigurt, kështu dhe fjala mos edhe në lidhje me abuzimin me seksualitetin që ka vendosur Zoti është për të mirën tonë. Çështja është se ne shpeshherë nuk i vëmë re fjalëve mos ose tabelave stop. Edhe ndodhin dhe aksidente, keni parë. Shumica aksidenteve rrugore vinë se nuk zbatohet tabela e qarkullimit. Edhe në jetën tonë, morale dhe psikologjike dhe fizike, shumë probleme, ndoshta të parushme, vinë se ne nuk ndalojmë, nuk i marrim seriozisht ato moset e Zotit, që na i ka dhënë, siç e thash, dhe përsëris, jo për të na ndryllur, po për të na mbrojtur. Ashtu si një prind i thot fëmijët mos. Dikush mund të pyesi, po mirë, dakord. A ekziston në një rast që ndryllja e seksualitetit mund të krijojë probleme, ashtu siç e trajtonte Freudi si neuroza, nevrastreni ose sëmundje psikologjike? Po, ka një rast. Kush është ky rast? Ekziston rasti kur ne ekspozojmë veten tonë përballë dëshirave seksuale, por nuk i përmbushim ato sepse neve nuk kemi mundësi, pra s'kemi një partner, ose kemi frikë, ose ambienti ku jemi aty ne nuk mund të përmbushim dëshirën seksuale deri në fund. Kjo i ngjan asaj që bëhet për shembull kur bën një guzhonjer, që merr një tenxhere me presion dhe vendos në zjarr. Por tenxhera me presion do dini se është një bombë në qoftë se ai nuk hapet valvula e shkarkimit. Këtë një bombë dhe ka bërë edhe viktima. Prandaj, kështu është edhe njeriu. Kur ai e nxe veten e vet me dëshira seksuale që vijnë nga shikimi, nga dëgjimi,
nga prekja, nga bisedat, nga ambienti, nga ato stimulantët, aromat, janë shumë faktor dhe neve, nuk e lejojmë veten që të karikohemi me këtë dëshirë seksuale, që kjo fillon e para si ndihmë, pastaj dëshirë, pastaj ndjesi, pastaj kërkon një veprim, atëherë kur ti nuk e hap dot valvën e shkarkimit, për arsye që ju thash, dhe ju që i kuptoni, ndodh ajo probleme me neurozën. Do me thënë, sistemi nervor jot, i imi kushdo tjetër që bie në këtë gjendje, agravohet. Pra, truri yt prodhon shumë adrenalin, fantazon, pamje, gjitha trupi po ashtu është në një gjendje alerti, por ti nuk ka kryen dot, nuk shkarkon dot, dhe atëherë ndodh kjo që thot Freudi, që ndrydhja seksuale sjell atë problemet e neurozave. Por nuk e sjell seksualiteti, e sjell abuzimi me seksualitetin. Prandaj thotë Zoti, në qoftë se syri yt të çon në mëkat, iqe më mirë syrin tënd, dhe më mirë të hysh me një sy në paraj se me dy sy në ferr. Ose ajo tjetra, nuk mjafton të shkosh me gruan e tjetrit, mjafton të shikosh me dëshirim gruan e tjetrit dhe burrin e tjetrit, kuptohet, se është vetëm për një gjini, atëherë ti e ke thyer kurorën në zemrën e vet. Do me thënë, Zoti Krisht, që është e vërtetë absolute, na tregon se mëkati dhe abuzimi vijnë me mendimin, vijnë me shikimin, ose vijnë me dorën, që ose dora jote çon mëkat ose këmba. Pra, atje ku shikon, atje ku prek, atje ku shkon. Kështu që ne nuk duhet ta lejojmë veten që ta abuzojmë. Kur abuzojmë, pastaj ka dhe kosto. Ato që thamë përpara, për shembull vigjeria dhe të përmbajturit, është mënyrë të jetuari, nuk janë thjesht kështu, si të them, slogane. Prandaj, vigjeria do të thotë që ti ta ruash veten të virgjë jo vetëm nga një kontakt seksual fizik, por dhe nga mendime. Mos ta lejosh mendja jote të kullosi e të fantazoj, e syri yt po të marrë informacion dhe pastaj ti thu unë jam i virgjër se nuk kam bërë asnjëherë kur një marrëdhënie. Dakor, je i virgjër fizikisht, por mendërisht nuk je i virgjër. Shën Vasili i Madh, një shenjtor i madh i kishës son, na thot për veten e vet, në porosinë e tij, në sinqeritet. Dhe prandaj krishterimi është një besim që pranohet nga njerëzit pa komplekse, sepse është i vërtet. Unë thas jam i virgjër. Pse tha? Se njerë në mendjen time lejova mendimin për një femër. A e kuptoni? Pra, ku prishet virgjëria? Fillon te mendimi. Qofse ne do ta lëmë mendimin pra të na zhvirgjëroj mendjen, patjetër që do zhvirgjërohet edhe trupi. Pra do fillojnë abuzimet. Kështu që është mënyrë jetese. Lufta shpirtërore më e madhe është tek mendimi. Prandaj kur flasim për kreshëm, që kemi folur ndoshta edhe këtu keni diskutuar, kreshma nuk është vetëm disa ushqime. Fillon nga ushqimi që ti të kreshbosh nga pasionit, nga mendimet. Dhe kështu pra ne gjithmonë jemi në kreshëm si të krishterë, jemi të përmbajtur, themi mos, nuk do ta bëj këtë, nuk do ta shikoj këtë, nuk do ta prek këtë, sepse kjo më nxjerr jashtë kontrollit. Po pse duhet mbetemi të përmbajtur deri në martesë, se nuk po them për gjithë jetën. Lum ai që mbetet i virgjër për gjithë jetën. Pse? Pse? Sepse ai jeton që në këtë jetë, jetën angjëllore dhe jetën mbas ardhjes së dytë të Krishtit. Seksualiteti është vetëm për këtë jetë, ta dini. Nuk ka seksualitet në përjetësi. Pavarësisht se fatkeqësisht kanë dhe fe dhe ideologji që thonë se seksualiteti është i përjetshëm. Jo. Seksualiteti është dhënë për këtë jetë për riprodhim. Por kur të vi Krishti për të dytë dhe do të na ngjallë dhe trupat, ajo çfarë ne nuk do kemi do jetë dëshirat dhe si organet seksuale, se nuk do jenë të nevojshme. Do jemi mashkull dhe femër, por nuk do kemi si them organe seksuale sepse thash nuk do ketë nevojë për riprodhim. Kështu që vetëm në këtë jetë është seksualiteti. Çështja është që disa njerëz pranojnë të mbeten të virgjër për t'ju përkushtuar Zotin 100%, sepse i martuari presupozohet 50%, që ai të jetojë me Zotin edhe ta shijojë që këtu jetën mbas vdekjes. Prandaj dhe virgjërit ose murgjit quhen ajka e njerëzimit. Bëjnë jetën më të lartë. Do të dini se Adami u krijua nga Zoti që i virgjër. Në fillim. Edhe Krishti
mbeti i virgjër. Pra virgjëria është standardi më i lartë. Por dhe martesa është e bekuar në kishë. Prandaj dhe kisha për mos të ngatruar dhe për mos të nxitur në egoizëm dhe në krenari të virgjit, nuk e ka lënë atë shërbesën e hierothetis ose të bërjes murg si mister, por ka lënë martesën si mister. Pra, kisha e vlerëson martesën si mister. Nuk është gabim që të krijojë marrëdhënie seksuale, por brenda martesës. 1 minutë para martesës marrëdhënia seksuale është mëkat, 1 minutë mbas martesës është bekim. Prandaj duhet të mbetemi të virgjër deri në martesë. Dhe kjo mos kujtoni se është në një gjë e pamundur, as pak. Ka shumë që janë dhe këtu, po janë edhe botë të ri që e kanë bërë këtë dhe nuk i ka dëmtuar fare, përkundrazi i kanë ndihmuar në vazhdimsinë jetës. Të tjerët që kanë abuzuar kanë koston e tyre dhe ka lënë, si të them, ka lënë pasoja, sepse plaga mbyllet, po shenja duket. Por arsyeja pse ne duhet të mbetemi të virgjë deri në martesë dhe mos abuzojmë, është që ne këtë e bëjmë se ka kërkuar Perëndia. Perëndia di se çfarë na kërkon. Kjo është shumë e rëndësishme. Asnjëherë nuk duhet dyshonin ato çfarë Zoti na kërkon të bëjmë. Zoti për ne nuk është thjesht një ligjvënës, një rregullator, as dhe një gjykatës me drejtësi. Zoti është atë. Kush nga prindit tuaj, flasin një prind normal, dëshiron të keqen për juve? Askush. Si tha Krishti. Dhe kur ju prindërve tuaj ju kërkoni bukë, ju japin gur, ju japin bukë. I kërkoni peshk, ju japin gjarpër, ju japin peshk. Po sa më tepër Perëndia kur do ju kërkoni, do t'ju japi juve shpirtin e shenjtë. Çështja është që Perëndia na thot këto që duhet të bëjmë këtë. Kujdes. Ruajeni veten të virgjër deri në martesë. Sepse jeta ka ligjësi. Disa do thonë, e po mirë, ja, pse i shkela këto ligje problemi madh. Jo. Për shembull, disa mund thonë që unë jam i lirë të bëj çfarë dua. Jo, nuk je i lirë të bëj çfarë duash. E para njerë, ti nuk je vetëm vetvetja. Ti je një krijesë e Perëndisë, ke ardhur nga prindët tu, je pjesë e një familje, je pjesë e një shoqërie, nuk mund të jesh një i pavarur. Kush je ti i vetë krijuar je ti ose unë? Jo. Por liri do të thotë të bësh atë çfarë është e mirë për ty, e mirë dhe për tjerët. Dhe për shembull, në qoftë se dikush pretendon se është i lirë, ai i ngjan një piloti i cili nuk qëndron besnik të gjitha rregullave të pilotimit. Por çfarë do ndodhi? Do ndodhi që ai do të rrëzohet. Kështu edhe njerëzit të cilët nuk bëjnë rregullat që ka krijuar Zoti, që janë dhe standarde morale të një shoqërie të shëndosh, deri tani flasim, sepse fatkeqësisht shoqëria po sfazohet, por deri tani, atëherë këto janë të detyrueshme që t'i bëjmë. Liria e të riut në marrëdhënie me seksin tjetër nuk do të thotë liri e pakontrolluar. Duhet vetë përmbajtje. Vitet e turbullimit të moshës tua do të kalojnë. Orët e ngasjeve po ashtu. Le ta lëmë dhe ta lini veten në duart e Perëndisë. Dhe Perëndia do t'ju ndihmoj, por dhe do t'ju kurorëzoj. Keni parë ju se kur martohet një çift, dhëndri dhe nusja, ju vjen kurora? Po, keni parë. Kjo është një traditë e kishës sonë ortodokse, por ato kurora për çfarë janë? Nuk janë vetëm për show. Ato tregojnë një virtutë të çiftit. Kush është virtuti i çiftit? Që mbeten të virgjë deri në martesë. Prandaj vishet nusja me të bardha, simboli i virgjërisë, ose dhe dhëndri ka këmishën e bardhë, simboli i virgjërisë. Dhe kurora është bekimi i Zotit, shpërblimi i Zotit që i dha këtij çifti që të qëndruan të virgjër deri në martesë. Dhe i bekon pastaj që të jenë të frytshëm, në jetën familjare. Prandaj bëni këtë që juve jo vetëm të ruani veten nga shumë kosto që do keni, nga abuzimi me seksualitetin, por të kurorëzoni me nder dhe lavdi kur të martoheni. Prandaj, Shën Paisa Gjuriti na tregon një ngjarje që është shumë e rëndësishme, ndoshta ju mund ta keni dhe dëgjuar, por mirë është t'i përsërisim. Thuhet që një djalosh i ri, mosha juaj, vajti për pelegrinazh në ishullin e Patmosit, është vendi shumë i shenjtë, aty ku është dhënde Zbulesa,
dhe ka shkruar Ungjillin Shën Johani apostull dhe ungjillor, edhe atje ai shkoi të falet në atë shpellën ku është dhënë zbulesa. Është aty sot e kësaj dite. Dhe ul në një është një ishull piktoresk, ul dhe aty erdhi një turiste e pacipa, kështu tip moderne, edhe i ul në prerë dhe i tha, më pëlqen ti djalë, edhe dua të shkojmë bashkë. Ky ishte gjithë mendimi i tij ishte tek Perëndia, ishte tek shenjti, kishte ardhur për tjera gjëra. Ai me shumë njerëzëtik e shtyn dhe i thot, më fal, do të un kam marrë ti lutem Zotin, nuk kam marrë të më katoj. Edhe ikën. Ikën dhe shkojnë në hotel, thot Shën Pajisi, dhe këtë kishte nga rrëfimi që i kishte bërë ky djali, dhe atje duke bërë një lutje, shfaqet një dritë e madhe që e mbush gjithë dhomën e hotelit dhe nga drita del Krishti. Dhe e bekon. Dhe e falenderon Zoti atë djalin që qëndroi besnik. Thot Shën Pajisi, këtë gjë thot nuk e shikojnë edhe etrit e shkretirës. E pa ky djali. Pse? Se bëri trimëri. Nuk u dorëzua demonit të kurvërisë, të undimit të mishit. Qëndroi. A e kuptoni? Që kur neve sfidojmë, neve Zoti na bekon, na shpërblen, na kurorëzon, asgjë nuk u mbet. Prandaj ne jemi në një luftë. Ne nuk jemi kalamaj kopshi tashi, por jemi luftëtar të Krishtit, në botën e mëkatit. Dhe lufta që keni juve dhe përballja e kësaj lufte është të qëndroni përballë tundimit, sepse jeni i moshë të re, vitaliteti juaj fizik është shumë i madh, sepse është koha që të piqet dhe në pak, do jeni koha që do riprodhoheni. Dhe është një potencial i jashtëzakonshëm në psiqikën tuaj dhe në fizikun tuaj, por duhet këtë pasuri ta ruani, mos ta shpërdoroni, që ta përdorni për mirë. Prandaj, jo vetëm do t'i bëni mirë vetes tuaj nga ana, si them, psikologjike, fizike dhe shoqërore, por dhe Zoti do t'ju bekojë. Në qoftë se do arrini të virgjër deri në martesë, ju do bëni një jetë me shumë kualitet mbas martese dhe do keni probabilitet shumë të madh për të hyrë në parajs. Po ja them këtë. Sepse keni kaluar një provim shumë të madh, që quhet provim si për martir. Sepse jetojmë në një kohë shumë tunduese. Por ama nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur. Çfarë thotë Shën Johani apostulli ungjillor? Ne nuk jemi vetëm. Ai që është tek ju, thot, pra është Krishti, është më i fortë se ai që është jashtë, djalli. Dakor, djalli, demoni i kurvërisë, vjen, tundon në forma nga më ndryshme, sot ka një infrastrukturë të jashtëzakonshme, por Krishti është më i fortë. Çështja është, a jemi alat me Krishtin? A e mbajmë Krishtin në zemër? Kjo është arsyeja pse vim kish. Që Krishti qëndroj brenda nesh. Që në luftën që kemi me tundimin, të fitoj Krishti. Ne nuk luftojmë me tundimin, ne lutemi Krishtit. Prandaj, kur ju keni tundim, çfarë do bëni? Mos u rrekni me atë. Mos u luftoni me të ligun. Lufton Zoti. Ne thjesht lutemi, Zot, mëshiro mua mëkatar. Eja Zot, lufto e fito për lavdin tënde dhe për të mirën time. Kështu kanë bërë shenjtorët dhe kështu e kanë mundur demonin e kurvërisë, një nga demon i cili ka shkatruar dhe po shkatron shumë shpirt, e është mbushur ferri. Vetëm nga ky mëkat, nga pakujdesia. Prandaj mos dëgjoni zëra liberal, ma se s'ka gjë. E bëjmë të gjithë, ta bëjmë edhe neve. Po do pendohem, po do rrëfem, po do martohem, jo. Dakor, kisha është një spital, dhe shëron të gjitha sëmundjet e mëkatit, dhe mëkatit kurvërisë. Por, ka kosto. Juve, për shembull, keni dëgjuar për Maria Egjiptianen? Maria Egjiptiane ishte një prostitut, i cila prostituoi për 17 vjet. Ishte një fatkeqe, sepse asaj diqën prindej që në moshën 12 vjeçe u abuzua e gjitha, pra kaloi në atë tregun e prostitucionit. Por, pavarësisht se djalli mendonte se ajo ishte viktima e saj përfundimtare, Zoti është më i fortë se djalli, dhe aty ku mëkati është më i madh, Zoti është më i madh. Dhe hiri është më i madh. E ktheu Maria Egjiptiane dhe nuk po ndalë këtu, por Maria Egjiptiane shkoi në shkretir për t'u larguar mëkatit. Sa vojti në shkretir, dini ju? Sa vjet mëkatoi? 17 vjet mëkatoi si prostitut, 17 vjet vuajti në shkretir që nuk ishte këm njeriu, nuk pa as një lloj krijese.
por tundimet e saj, lufta e saj trupore ishte sikur ishte në botë, sepse vuajti pasojat e mëkatit. Kënaqësia e mëkatit do të nxirret me vuajtje, me idhërim, me smundje. Mos kujtoni se janë gjëra kaq të thjeshta. Që se mëkatova tani, e s'ka gjë po, Zoti e fal mëkatin, por do paguash pasojat e mëkatit. Ashtu si kur dikush smuret, merr një të ftorë, por vërtet e gjem ilaçin për të shëruar të ftorën, po do kalosh procesin. Do vuash, do pish ilaçe, do bësh terapi e tjera, do ruhesh dhe gjithmonë pastaj do kesh kujdes. Edhe nga një ajri lehtë, hop, shkuash dhe me mëkatin. Sa mëkate bëjmë, aq më dobët jemi. Dhe aq më pak rezistent jemi. Dhe aq më jetë pa kualitet kemi në të ardhmen. Kështu që ruajeni veten dhe mos e lejoni veten të notoni në mëkat. Neve duhet bëjmë atë çfarë thot Zoti, jo çfarë thonë njerëzit. Dituria e njerëzve është një marrëzi në sy të Perëndis. Na thuhet tek Korintasve. Duhet dëgjojmë Perëndin. Shikoni çfarë thot Zoti. Hyni në përderë të ngushtë, sepse e hapur është udha që të çon në humbje dhe shumë veta hynë në të. Për kë ka fjalën? Mos flet për rrugën këtu, flet për rrugën e jetës, pra. Rrugën e mendimit liberal. Si shkojnë gjithë turma. Turma edhe ne turma. Jo, ne nuk jemi turma. Ne jemi persona. Ne jemi bi të Krishtit, bi të kishës. Jemi drita e botës, jemi kripa e njerëzimit. Pak jemi, po ne ndriçojmë. Pak jemi, po ne ruajmë botën nga prishja. Prandaj ky është një mision, jo vetëm për vete, por edhe për tjerët. Dhe shikoni se problemi i mëkatit kurvërisë është shumë serioz. E ka trajtuar shumë Shkrimi i Shenjtë, kanë folur shumë etrit e kishës. Apostulli Pavli thot, ky është vullneti i Perëndis. Shenjtërimi juaj të ruheni nga fligështia. Fligështia do thotë kurvëria. Dhe pra, vullneti i Perëndis është të ruhemi nga fligështia. Vazhdon dhe thot Apostulli Pavli tjera gjëra. Po siç ka hije shenjtorëve, mos dëgjov ndër ju as kurvëri, as ndyrësi, as lakmi, as pandeshmëri, as përqesje, as shakas banale, që janë të pahishme, por më tepër falënderim. Dhe apostulli thot, bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvëria, fliqësin, epshin, lakmin e keqe, pangopsin, që është idhujtari. Për këto vjen zemërimi i Perëndis mbi bijtë e pabindjes. Dhe shikoni si e trajton përsëri apostulli. Ju jeni tempulli i Zotit. Dhe ka për gjithë neve. Pra trupat tanë nuk janë tanët më. E para njërë, asnjëherë nuk janë tanët sepse janë të krijuar nga Zoti nëpërmjet elementit gjenetik që dhan prindrit. Ai është arkitekti. Ai e krijoi njeriu. Pra trupat tanë dhe shpirtat tanë i takojnë atij. Por aq më tepër kur ti bëhesh i krishterë. Në momentin që ti pagëzohesh në emërtatit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, je pastruar, ndriçuar, shenjtëruar. Shpirti i Shenjtë në misterin e mirosis vjen tek ty. Ti bëhesh Krisht. Bëhesh tempull i gjallë. Bëhesh si kjo katedralja, po jo prej guri, prej mishi. Dhe Zoti është brenda teje, lëviz, vepron, ecën, shenjtëron nëpërmjet nesh. Tani, a kuptoni çfarë përgjegjësie kemi ne? Jemi tempulli i Zotit? Por siç mahet kjo kishë pastër, jo thjesht nga ana pastërtisë kështu e jashtme. Pastërtia morale, çdo gjë aty është e shenjtë. Sa më tepër do të mbajmë në trupat tanë? Pastaj thot vazhdon apostulli Pavli, a nuk e dini ju se gjymtyrët tuaja janë gjymtyrë të Krishtit? Pra, dora jonë është bërë dorë e Krishtit. Këmba jonë është bërë këmba e Krishtit. Trupi ynë është trupi i Krishtit. Jemi Krishtër. Si mund ta marr thot gjymtyrën e Krishtit ta bëj gjymtyrë lamirësie, kurvërie? Si thot? A e kuptoni që kur ne bëjmë një mëkat trupor, kur jemi të krishterë flas, pra çojmë Krishtin në kurvëri, është të tmerrshme ta mendosh. Si mundet Zoti ta pranoj këtë? Dhe neve në thonjza ose disave, nuk mund të themi gjithë, jo, i duket normalitet. Si është normalitet? Ai që shkon me prostitutën, po më mirë thot me kurvën, thot atje, është një fjalë e rëndë, po është e vërtet kjo, ja thash në fillim, bëhet një mish me atë. A nuk e dini se një bashkim seksual, personat bëjnë një mish, jo vetëm emocionalisht, fizikisht. Pra, qelizat kalojnë nga njëri tek tjetri. Mbetet trupi i tjetrit te trupi i tjetrit.
A kuptoni? Prandaj thuhet atje dhe burri bashkohet me gruan dhe bëhet një mish. Kështu që çdo bashkim që bën me një person nuk është thjesht një bashkim, sikur po pi një kafe. Se kështu ka dalë kjo, hajde pim një kafe tash. Po, është bërë standard, po nuk është kafe më. Bëhet një mish më, një mish ke marr, jo vetëm ke marr mëkatet e atij tjetrit, por ke marr dhe sëmundjet, ke marr dhe ADN-n e atij tjetrit, e ke marr në trupin tënd, e ke brenda trupit tënd. Dhe s'mund të ndahesh kaq kollaj. Prandaj dhe divorci është një shqyrje psikologjike, shpirtërore, fizike. Kështu që si mund bashkohen nda, çfarë po bën? Ka dhe kafshë që janë besnike me njëra tjetrën deri në fund të jetës. Jo më natyra njerëzore që sipas ikonës Perëndis. Pra, i themi gjitha këto se janë gjëra serioze. Dhe nuk po i themi se hajde tani kemi dalë ne priftërinjt ose teologët fanatik, ekstremist, edhe po ja u vështisojmë jetën, po ju kthejmë në mesjet. Jo, po këto janë pjesë të shkrimit, janë pjesë të logjikës fetare dhe janë diskutuar që në shekullin e parë dhe do diskutohen në çdo kohë. Prandaj duhet jemi serioz. Si mund ta përballojmë? Duhet ta përballojmë e para duke pasur jetë me Zotin. Zoti është një qenie hyjnore, reale, nuk është një filozofi, as ideologji, është një person siç jemi neve, që komunikon dhe bekon dhe shenjtëron. Por Zoti i jep këto në liri të plot sipas kërkesës tonë. Duhet lutje. Duhet lutje. Pra pa u lutur nuk marrim dot. Kështu që një ditë duhet ta filloni me lutje dhe ta mbaroni me falënderim. Dhe në çdo sfidë dhe vështirësi duhet luteni, të mësoni të luteni, mos ta përballoni vetë. Në qoftë se ju do luteni përballë një tundimi do largohet. Edhe në qoftë se e pranuat tundimin për një moment, por pendoni në çast, prap tundimi do largohet. Sepse tham që tundimi vjen si fara. Po le farën të mbi, pastaj do si filiz, nga filiz do bëhet bim, nga bim pem, hajde shkule pastaj një. Po një fije bari e shkul, po një pem nuk e shkul dot. Kështu që kur të vjen mendimi që të erdhi nga syje ndryshme, me dashje se pa dashje, me njëherë kërkon ndihmë. Çfarë? Nuk është nevoja të vish unë kish, nuk është nevoja të biesh në gjunjë, aty ku je, me mendjen tënde, pa dëgjuar njëri. Zoti Jezu Krisht, biri Perëndis, më shiro mua mëkatarin, ma largo këtë tundim. Dhe me njerë do të shikoni si do të largohet. Por, edhe duhet largohesh nga vendi ku është tundimi. Se ndodhe kjo tash. Që edhe kjo është një absurditet. Ne futemi te vendi i tundimit dhe pastaj themi Zot na shpëton nga vendi i tundimit. Ose nga tundimi. Po pse shkova atje? Kush nga juve do shkoj të preki një fole grenzash edhe pastaj nuk do ta pickojnë grenza. Po do ta pickoj. Edhe kush nga ju do ankohet pse më pickuan grenzat? Po çdo atje. Prandaj ky është problemi. Çdoni te fole e grenzave. Mos shkoni atje. Shkojnë të gjithë. Po mirë, në rregull. Do të shkosh me të gjithë, shko. Çështja është ju nuk jeni të gjithë. Ju jeni persona, nuk jeni shifra. Keni emër. Dhe aq më tepër ne jemi të krishterë, jemi të Krishtit. Pra, do bëjmë atë çfarë na ruan nga tundimi. Dhe jo, të themi që mua nuk më gjen gjë. S'është një tundim tjetër që mua nuk më gjen gjë. Ja dhe Krishti për shembull shkonte me prostitutat, me ta gramblesit, hante, pinte me ta, edhe të shkojmë dhe neve. Dëgjoni, kjo është një abuzim shumë i madh, se Krishti e para që ishte kishte ardhur për shpëtuar mëkatarët, kurse ne jemi mëkatar, ai ishte mjeku, ne jemi pacientët, por Krishti kur shkonte mes atyre, nuk bënte lloqe me ata. Po i thoshte të vërtetën, mos mëkato më. Ata i ndryshonte dhe prostituta linte prostitucionin dhe bëj besnik e Krishtit. Ai komerciari linte atë tryvezën e parave dhe shkonte mbas Krishtit, e bështe apostull. Jeni të aftë ta bëni këtë? Shkoni aty ku është mëkati. Po i thoni që po bëni mëkat dhe duhet ktheheni, e bëni dot. Po jo të bashkoni me mëkatarët pasaj. Jo. Edhe mos kujtoni se nuk do t'ju gjej gjë. Do t'ju tregoj një anekdotë shumë bukur. Ishte një e mbante veten si besimtar i madh ai, e tha do shkoj te ky pylli këtu tha. Po i than ata, dhe ishte një tabel, mos shko tha se
ka ari aty dhe të ha ariu. Unë jam besimtar, nuk më gjen gjë. E mirë, hyri ai atje në pyll, ku i doli ariu? Ishte vendi ariu. E ky besimtari ngriti duar lart ato, Zot ta shpëtoi, tha shërbëtorin tënd. Ariu ngriti ato duar lart dhe tha, o Zota, bekon grërin e krijesës tate. Dhe hëngri. Hëngri se ishte në territorin e ariut. Prandaj dhe ne nëse shkojmë në territorin e djallit, do të na hajë. Çfarë thot apostulli? Djalli vjen si një luan i tërbuar. Luan, keni parasysh luanin? I tërbuar të hajë cili do që ndahet nga kopeja. Cilin do? Edhe nuk llogaritej. Çfarë je? Edhe nuk llogarit klerik, jo më laik. Dhe historia ka treguar që janë shëzuar dhe njerëz ka rënë hyje nga qielli. Fjala hyje nga qielli, njerëz me status lart ka rënë, se s'kan bërë kujdes. Prandaj të bëjmë kujdes mos të provokojmë. Zoti nuk provokohet. Prandaj Zoti të ruan kur dhe ti ruan veten tënde. Kështu që dhe mbi të gjitha kemi nevojë për pendim rrëfim. Sa më shumë pendim. Sot mesazhi që dha Zoti në Ungjil, që lexuam, pendoni se mbretëria që i vesh afër. Pendimi është gjendje shpirtërore. Nuk është thjesht keqardhje. Pendimi është ndryshim nga rruga. Nga rruga e gabuar kthehen në rrugën e drejtë. Dhe pendimi shprehet me rrëfim. Sa më shpesh pendim dhe rrëfim. Edhe ato mendimet që ju vinë, shkojni rrëfeni, iqini farat e mëkatit. Dhe sa më shumë do rrëfeni, më pak do mëkatoni. Dhe më lart do vi tundimi. Sepse djalli nuk afrohet atje ku një njeri pendohet dhe rrëfehet rregullisht. Prandaj, sa më shumë të vini në kontakt me misterin e pendim rrëfimit dhe me kungimin. Kungimi është trupi dhe gjaku i Krishtit. Është energji bërthamore. Po çfarë bërthamore është? Energjia e pashterur. Si thot atje Shën Joan Gojarti, kur ju kungoheni, thot, ju i ngjani luanëve, thot, që nxjini zjarr nga goja. Kush djall mund t'ju afrohet juve? Kush mund na afrohet neve? Kush mund na prek neve që jemi bërë një me trupin dhe me gjakun e Krishtit? Kush? A vetëm që dorëzohemi vetë? Po ka tundim që mund na rrëzojë neve? Jo. Prandaj, këto që na ka dhënë Krishti, edhe nëpërmjet kishës, lutja, pendim rrëfimi, kungimi janë mjetet efikase për të qëndruar të pastër deri në martesë. Por, edhe nëse u rrëzuam, kjo nuk do të thotë se do bjem dëshpërim. Dëshpërimi është mëkati më i madh. Sepse dëshpërimi i thuhet Zotit që ti s'më shpëton dot. Prandaj nuk ka mëkat që nuk fal Zoti. Edhe mëkati në kurvërisë, edhe të perversionit. Çështja është mos mbetemi në mëkat. Si thot Shën Joan Gojarti, mëkatet tona thot janë si shkëndia që dalin nga një zjarr. Keni parë një zjarr? Dira ato shkëndia. Dhe këto shkëndia thot bien në një ujë deti. Dhe me njëherë fiken. E keni nga eksperjenca. Mendoni thot si është shkëndia, se është deti. Po sa është deti i mëshirës Perëndis? Pa kufi. Pa kufi. Por kjo nuk do të thotë se ne unë do mëkatoj se ka Zoti det pa kufi. Ai thot kur ti u rrëzove, luftove dhe u munde, ose dhe pendohesh me të vërtet, sepse të thuash dhe këtë që unë po bëj mëkat, dhe pastaj do shkoj të hati rrëfys, ta rrëfej, mos kujto se do merrni falje. Zoti nuk tallet. Dhe më ta thotë dhe prifti je i falur, po Zoti nuk ta fal. Ose do marrësh faljen aty, do biesh në mëkat më të rënd aty, se nuk ka marrë shpirtin e shenjtë që të mbron nga mëkat. Prandaj pendohemi edhe për mëkatet trupore, që mund të jenë me mendim, me dëshirë dhe me veprim. Thuhet për një, dhe me këtë do ta mbyll, thuhet duke lidhur edhe me ungjillin e sotëm, që ishte një vizhgjeresh, murgesh, e cila bënte një jetë të përmbajtur, por në një moment u dorëzua, u rrëzua edhe ra në mëkat trupor. Nuk u dëshpërua, u ngrit, pendua, u rrëfye, u përpoq, edhe vdiq. Dhe kur po e varrosnin, u dëgjua një zë. Më shumë më pëlqevi pendimi i saj se vegjeria e saj. Më kuptoni?
Prandaj mos dëshpërohemi, edhe kur mëkatojmë dhe se urrëzuam, të ngrihemi me pendim dhe rrëfim. Por e mira e të mirave është që të mbetemi të pastër, të virgjër deri në martesë, që të kurorëzoni me nderin e lavdi në martesë dhe në përjetësi. Amin.